Ju përgjigjen pozitivisht thirrjes amerikane. Kështu në tetor të vitit 2025, Kosova dhe Shqipëria u bën pjesë të forcës ndërkombëtare të stabilizimit si pjesë e planit të paqes për rripin e Gazës. Për këtë forcë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se kanë ndarë 206 milion euro. E Kosova e Shqipëria do të jenë dy nga përfituesit e para. Të dyja shtetet, siç raporton Reuters, do të jenë përfituesit të një ndarje 6.3 milion dollarëshe për i destinimin e 9 transportuesve të blinduar amerikan. Analisti Ben Andoni thot se tashme po merrjet një operacion i cili pak muaj më parë dukej paksa utopik. Në këtë sens, të dyja vendet tona janë përfitueset e para, për arsyen e vetme sepse ndryshe nga vendet e tjera i kanë shpallur dhe individët që do shkojnë atje. Dhe këto mjete do përshtaten qoftë për njësitin kosovar, qoftë për njësitin shqiptar për këtë mision. Për Kosovën, Andoni thotë se ky bashkëpunim do të thotë më shumë, pasi në këtë forma, rruga drejt integrimit në NATO do të lehtësohet. Ky lloj bashkëpunimi i tregon Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e njohin këtë bashkëpunim jo thjesht në pjesën formale, po edhe në pjesën institucionale dhe madje e vlerësojnë si bashkëpunëtore, sepse do punojnë bashkë në terren. Në korrik të këtij viti, kontingjenti i dytë i FSK-s ju bashkua misionit paqërueshës në Gaza.